ju kujtohet ecjen jëm konë të e bo. Opa, hej, treki njëre me. Ja bes sot treki, hajt. Po thua? Po bre me sonin. Qa po menën që ko mu bo qëto? Hotelin është ta. E ku më bot mirë si të bazen o bërim. Qëre ku blokova, ku e gjeta kitë rrugë se ja pas ka nis me marë formën, a? Hej, a për dini ku jëm qëto? Apo ju kujtohet para saktësisht, mos thom saktësisht me det, para një viti kom qenë këtu te Dugagjini Resort, që është të ndërtu projekti që kom e transformu këtë zonë, do me thonë, projekti 80 milion që i korporatës Dugagjini, e pa ta boni storje, ju kujtohet ecjen jëm konë të e bo, opa, e pa ta intervistu Dugagjin Lukën. Jo Dugagjinin, Korabin. Korab Lukën. Është Pontili, është Pontili këtu, që pa nuk kuptu për që po folim, do të ketë hapësim për parkim të anijeve. Apo? Do me thonë, ju e keni edhe parkingun e anijeve, është i përfshim... Anijeve sportive. Sportive? Nuk është i Jetskijav? Po jetskijeva, anije ma vogla, për shkak se o cekt. E qëto që ako me pas Korab, restorant, anë mes detit? Shëzlona, kogja mes. Kjo do t'jetë pjesë e hotelit. Qësajde, hajde. Po thua? Po. E pa ta intervistu Korab, hej, treki njëre me. Ja bes sot treki, hajt. Po thua? Po bre me sonin. A mon përgjithsi? Absolutisht. E pa ta intervistu Korab Lukën, i cili ma pat prezentu projektin fascinus. Do me thonë, u kom veç projekt në letër, edhe ka pas me fillu punimet shumë shpejt, na jena ardhë mas një viti, me këqyr në cilën fazë punimeve janë, edhe qysh po e sheni. Po se ata ngëm. Kujna konë na, Opa. Ata halo se pa të në morë të plot lejen, dhe më thonë. Po, halo ka qenë projekti të mbojt peng e dokumentacionit, burokracis, do me thonë. Këshore një tash, mas i ka fillu projekti, i cili me qëra fjalla, është shumë let i disponueshëm për klienta, për shkak se ka oferta tepër të vëlefshme me Procredit Bankën Dugagjini. Vitin e kalum ka qenë me 10.000 euro cash, ke mujt me ble, do me thonë, aset këto, nuk e di musumoni për gjetë stasht, a ka ndryshu gjonat, qysh po e sheni, që kjo pjesë që në ka ndërtu pe kom problem me kuptu, sakt. Që kjo do të më konë rruga, bërim? Që kjo rruga, cila rruga? Që kjo për më shku dhe në kryt rezortë, qësajde vjen rruga? Po, që kënej po, a shqyqare. Edhe hin qësajde, edhe shkon. Shefe e lodh? Si e? A e mirë? Qësh po kalon? Qësh po ecë puna? Mirë, nuk jam këtu punëtora. A si e punëtora? Apo, ani, perfekt. Për kuriozitet me pyetje. A je pjesë e projektit? Jo. Ajo e ke ardhë këtu me veç me marrë dvana, po dënë me ble prona? Po, dhe ishta me ditë, ju keni ble? Jo, na e kemi bo vitin e kalum një storje këto, ka qenë do me thonë halo ndërtimi vrasht. Jo, nuk kanë qenë këto, po, e erdho me kësyr në qfar faze të projektit jom, për ndryshe, na e kemi po projektin, fantastik do me thonë, ka me transformu komplet këtë zonë, ka po shumë interesim. I koj tje? Unë prej Shkodrët. Prej Shkodrët? A jetën jashtë? Luksemburg, a? Qka të shtyti me ardhë bashkë të te? Ka pa projektet e mi interesojnë shumë si... Këto banë ki biznesmeni i Kosovës, e kërëm Luka banë, është njëri për biznesmenve. A që ka birën peja që... Po. Fix. A ki po projektin letër? Po, e kam po në letër. Qa po menën që ko mu bo qëto? Hotelin është ta. Ka gjas hoteli që keme 140-50 dhoma. Ose që i thujnë peja dhe ulqini loma. Ej, njerëz, qysh po e sheni ka fillu me marë formën projekti, kështu që gjdo det, gjdo muj, gjdo javë që ka lënë, natyresht ko me i hypë qmimi,
ju që e keni ndo mendjen që po dëni me ble pronë, ju kësha lut me rësh pak, me nëzitu pak, se mos të bohem si asit bitcoinav. Që e kum pas mundësinën para 10 vjetëm ka pas thonë njoni, kur u konë 2 euro bitcoini. Investo për se kom i hy vlera i pa da thonë ju. Qishtu njejtë edhe këto. E kum bot mirë si të bazen o bërim. Qëre, për me pas qartë njerës, qysh ka me u duk, se për një me kur po është qishtu ndërtimi vërasht, alo po është tirë me konceptualizu në të ru, qysh ka me u duk, qëreni. Absolutisht e jashtëzakonshme. Moje berat pak? Hajt. Qëre, ta shte pjesa ma e mirë është, qëre ku është hyrja, një prej hyrjev do me thonë, qëre rruga e re që e lidh Shëngjinin, Velipojen me Shëngjinin, do me thonë, rruga e vjetër ke bo 50 minuta me shku pej Velipojës Bukfalisht bërim, mu bo ura mbi bun, po? prej qitujt në Ulqin je për një 15 minuta 20. Para me nëje tash. Nëse në rrugën e vjetër i ke bo 50 minuta prej Velipojës Shëngjin, në rrugën e re i bon 7-8 minuta. Po. Qëre qëfar asfaltin i me, fantastike njëre. Po be. Qëre tash te resorti kompleksi Dugagjini. She atje lejnë e di Roma. A? Që atje ku ka emni e di Romës. Mos harrëni, që ku e keni numren, plus 383-048-898-000, ose të webfaqja dugagjiniresort.com. I keni ato oferta, do me thonë, për mes për kreditit kënë fantastike, pej 15 deri në 30 vjetë muni me marë kredi, për me pagu pronën që e bleni, të Dugagjini, ku hina njere, ku. Qëre ku blokova, ku e gjeta kitë rrugë se. A di që konë vjetë këtu? Vjetë u konë, do me thonë, a u konë krejt mal knejt. Malë konë, Që hypëm. Po, këqëre një po mjetë pak. Infinity Pool. Infinity Pool, aty shpesher ki me dojnë. Okej. Qëre që shko mu duk njerës. Sështë që su merë ka një apartment që to njere. Qëre qëfar pomje. Shumë. Se ko me marrë kjo pjesën kështu tashti si ballore ki me pas. A vu kuptan? Shumë. Ua. Fantastike. Kur të merë kjo, kur të kryot krejt, ko me thonë, unë jëmë qaj që e kum qitë kurin e parë këto. Se në më shqit një men as një jo mund të. Ti të është sigur ata Fantastike. babalarë që ta teshin e moj men këto livadë. ma herët. Livadë konë këtu. Po. Edhe mi thona, dhe na i dekorata në i sana. O, që e ke po livau ti. Unë besha ma mirë. Okej. Që ka që njerës prej meje, Vesh për tjeja? edhe pe beri A, bushit, falenderit. siguroni kejt platformat ku jeni jo me dhonë, një follow, në kish një mu shumë, i kish një mu ka uzës, nëse ju pëlqen kontent jam. Hit that subscribe button. How about that?